Përfaqësuesen e Maqedonisë në futboll vetëm pas 5 ditësh e pret një ndeshje shumë e vështirë, pasi në arenën Todor Proeski në Shkup përballemi me Belgjikën në kuadër të grupit J për kualifikim për botrorin e vitit 2026 që do të mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik. Pas një jave përgatitje në kampin stërvitor të FFM-s, atmosfera në grup është në nivelin më të lartë. Këtë e deklaron edhe futbollisti Kristian Trapanovski, nga i cili pritet të japi më të mirën nëse seleksionuesi Milevski do t'i besonte një vend në formacionin e parë. Ai thot se Belgjika ka top lojtar për të cilët nuk duhet harxuar fjalë për cilësinë e tyre individuale. Mislim дека сме подготвени, спремни, имаме респект према секого. Mendoj se jemi të përgatitur dhe të gatshëm, kemi respekt ndaj çdo kujt, por motivimi është në nivelin e lartë dhe shpresoj se do të japim më të mirën, së pari kundër Belgjikës dhe më pas edhe kundër Kazakistanit. Realisht, t'ju them sinqerisht se ata kanë individualitet, kanë top lojtar, por jam i mendimit se faktikisht jemi mirë të përgatitur dhe mund t'ju bëjmë ballë. Mendoj se pjesa taktike do t'jetë më e rëndësishme, ndërsa nuk duhet të harxojmë fjalë për cilësinë e tyre individuale, deklaroi Trapanovski. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut në grupin 1 është së bashku me Belgjikën, Walesin, Kazakistanin dhe Liechtensteinin. Pas 2 xhirove të zhvilluara kryeson Maqedonia me 4 pikë, para Walesit që gjithashtu ka 4 pikë, Kazakistanit me 3 pikë, ndërsa Belgjika e cila nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje dhe Liechtensteini nuk ka asnjë pikë. Më 6 qershor takohen Maqedonia me Belgjikën dhe Liechtensteini me Kazakistanin.